Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin ton Rëfi me Jete për të sjellur tek ju një histori që në fakt mua më tronditi, një histori që ka tronditur të gjitha rrjetet sociale. Një grua, një zonjë e nderuar tashmë 82 vjeçare, një kontribuese jashtëzakonisht e lartë në mjekësinë shqiptare, konkretisht në qytetin të Vlorës, në vitet e saj më të vështira, në vitet e saj më të errta, po përballet me një tmerr që ndoshta nuk e kishte imagjinuar kurrë, që fundin e saj të jetës, vështirësitë më të mëdha në vitet 82 vjeçare, ajo nuk do t'i kalonte në spitalin në të cilin ka dhënë jetën e saj, por do t'i kalonte në shërbim të djalit të vet në shtëpi, duke marrë udhëzime nga inteligjenca artificiale, sepse mjekët nuk e pranojnë në spitale, kanë heqë nga spitali këtë 82 vjeçare. Videoja, e cila është shfaqur më në rrjetet sociale, është një video e postuar pikërisht nga djali i zonjës në fjalë, Altin Gjini, i cili këtë shqetësim jashtëzakonisht të lartë e ka ndarë në Facebookun e tij privat duke shtuar: gjithë kurvave të politikës së çdo ngjyre i drejtohem me urimin më shpirtëror, thot Altini. Ju dënoft Zoti atje ku dhimbja t'ju ashqyej shpirtin. 57 vite kontribut në mjekësi, si profesioniste e diplomuar në Naime. Matura e parë e 26 infermiereve të para në Shqipëri të shkollës mjekësore 2 vjeçare të Vlorës. E paralizuar vite dhe nuk e pranon spitali për shkak të moshës së thyer për një mjekim të specializuar ndaj një plage të frikshme që ajo e ka në kokë. Do me thënë, zonja në fjalë ka një plagë të hapur në kokë, një plagë shumë e frikshme, dhe në moshën 82 vjeçare në të cilën ajo është tashmë, spitali nuk e pranon dhe djali në këtë rast, Altini, detyrohet që të gjithë këtë trajtmanin ta ushtrojnë në shtëpi. Mbase shumë fatale që po i degradon, thot, vryma në kokë që është hapur, plaga. Për të ma besuar mua pozicionin e mjekut kirurg me anën e ChatGPT-s, mosha e tretë nuk kërkon mëshirë o plera, por dinjitet dhe është detyre çdo shteti ta garantoj. Mos kujdesi ndaj tyre nuk është varfëri burimesh, por varfëri vlerash që masakrojnë përfundimisht moralisht këtë vend prostitutash. Në me thënë, duke që Altini është tepër i revoltuar dhe me thënë drejtën ka të drejtë tashmë që të jeti revoltuar dhe që të shprehet me këtë gjuhën, sepse duke paguar çdo ditë, do me thënë ne si qytetar, ndaç në Shqipëri, ndaç në Kosovë, ndaç në Maqedoni, paguajmë çdo ditë shërbimet shëndetësore dhe më në fund, çuditërisht, do me thënë disa mjek, disa infermiere që mendojnë se pozicionet e tyre i kanë zënë dhe puna e tyre është të kapin qiellin me dorë, apo duan të përfitojnë lek jashtë rrogës që marrin dhe janë në gjendje të bëjnë gjithçka, janë në gjendje të shpikin gjithçka, vetëm e vetëm t'u ambushësh xhepin plot dhe atëherë të thonë ua po, dhe një 82 vjeçare mund të pranohet këtu. Më vjen shumë keq që në vitin 2026, ku qytetarët po sfidohen nga shumë gjëra, nga çmimet të shtrenjta, nga vështirësi jete, nga pensionet të cilat në fakt nuk vlen për asnjë gjë, duhet të merren edhe me situata të këtilla, ku një djalë duhet të lërë punën e tij, duhet të lërë angazhimin e tij, sepse duhet të sigurojë dhe lekë, ato janë të gjitha shpenzime, sepse ai të gjitha i paguan nga kostot e tij, do me thënë qoftë barna, qoftë
si rume, qof gjilpëra, gjithçka çfarë i duhet kësaj nënës së nderuar, ai e paguan nga xhepi i vet, sepse shteti nuk të mbulon asnjë gjë. Dhe plus më në fund, në spital edhe nuk e pranojnë sepse që nga 82 vjeçare. Dhe e dini pse nuk e pranojnë, që ta themi realitetin. Jo se ka një ligj, sepse njeriu deri në fund të jetës së vet ka të drejtën të shkojë në spital, derisa i paguan çdo ditë. Do me thënë, ne sigurime shëndetësore i paguajmë sikur të jemi çdo ditë në spital, jo se po shkojmë një herë në 5 vjet. Do me thënë, e gjitha kjo gjë nuk pranohet sepse mjekja apo mjeku dhe infermieret kanë përtim të kujdesen për këtë grua, e cila rrezikon çdo ditë me plagën e saj të hapur në kokë. Unë uroj që kjo video të bëhet shumë alarm dhe shpërndajeni. Altini ka nevojë për ne. Le të bijë në sy në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministria e Shëndetësisë të marrë masa të menjëhershme, sepse kjo gjë, jo që do ta çon shtetin në një protestë, po do të thënë do t'ju kthehet vetë këtyre njerëzve, të cilët mundohen të zhvasin çdo gjë duke e harruar edhe profesionin e tyre. Profesioni i mjekësisë është humane. Do me thënë, përpara gjithçkaje është profesion human, që ti duhet ta kuptosh që ti e ke në ndërgjegje një herë fillimisht, në ndërgjegjen tënde të kujdesesh për atë njeri, po ku ka ndërgjegje sot? Sot njerëzit janë shndruar të gjithë fatkeqësisht në kafshë të cilat ne nuk dëshirojmë ta shohim tek fenomeni njeri. Dhe normalisht detyrohet djali në fjalë të përdor atë gjuhën, sepse është e tillë situata. Do me thënë, për nënën e tij 82 vjeçare, në moshën e tretë, ai duhet të kujdeset në shtëpi, ku zonja rrezikon, e paralizuar, rrezikon edhe me plagë shumë të frikshme në kokë, që realisht ne kemi një institucion i cili quhet spital dhe aty duhet trajtuar këto persona e shumë persona të tjerë që vuajnë nga sëmundje të ndryshme. Ose thënë shkurt, përse paguhen atëherë ato lek, kur ne paguajmë do me thënë shërbimin ton shëndetësor, i cili në të vërtet ne nuk na jepet. Mua më vjen shumë keq për rastin e Altinit. Unë njerë fillimisht të falenderoj për guximin që e ka marrë ta shpërndan këtë histori, edhe imagjinoni bëhet fjalë për një zonjë e cila ka punuar në atë spital. Do të thënë, ka lënë djersën e saj në atë spital. Dhe fundi, kolege të cilat nuk ja kanë dienin për vendin e punës ku punojnë, e sjellin zonjën në këtë gjendje. Ju lutem, bëni sa më shumë publike këtë video, le të merr alarmin më të madh edhe le ta ndihmojmë Altinin, sepse kemi arritur në atë nivel që pa nxjerr egërsinë tonë si qytetarë, unë tani nuk flas tu si gazetar, flas në këndin e qytetarit, pa nxjerrë egërsinë tonë si qytetar, ne nuk mund të shkojmë aty ku duam ne të jemi. Por gjithmonë do me thënë, do të jemi të korruptuar, sepse duan na korruptojnë, edhe të jemi non-stop në shkeljen e tyre që e bëjnë me patë drejtë, që në fakt harrojnë edhe profesionet e tyre. Duhet cituar edhe një herë, profesioni i mjekësisë nuk është profesion, por është mision shpirtëror humanitar, që ti e ke përsipër të shpëtosh një popull. Më vjen shumë keq. Kujt ia thuash këto?